1999. Sedatini ishte rekrutar i daluar, I cili bashkë me kushërit e të tjerë zhvilloi aktivitete para dhe gjatë luftës përfundon një pjesë e rrëfimit të doktor Shqipërir tashmë në Afshin. Bazuar nga të dhënat që kemi për nga numri I viktimave, ushtria radhitet të 6 në nivel Kosovës. Mirë po, deri më sot, vetëm një kriminal serb, Zoran Vukotić, është dënuar me 8 vjet burgim. Informacionet janë se shumë dokumente e dëshmi për krimet serbe në komunën e ushtrisë janë dorëzuar drejtësisë ndërkombëtare, duke përfshirë edhe për masakrën ndaj familjes së Selatinit. Farbarda, Sabedini dhe Serbia kishin siguruar një aparat dhe kanë fotografuar të masakruarit në dhomën e krimit në 31 maj 1999. Edhe këto foto janë dorëzuar drejtësisë ndërkombëtare si dëshmi e krimit makabër. Po ashtu edhe Kemëridia në ushtri ka siguruar shumë emra të dëshuarve serb që kanë kryer krime në ushtri. Ka kaluar mbi një qerë shekulli dhe gradualisht kryesit e krimeve janë plakur e disa dhe mund të kenë vdekur. Prandaj janë momentet e fundit që kryesit e këtyre krimeve makabër të hetohen e të gjykohen. Nga ana tjetër, opinioni serb, përveç që është I kontrabanduar me qëllim e pa qëllim, me të vërtetën se çka ka ndodhur në Kosovë, fatkesisht ende mban dhe nxitu rrjetën e pakuptim të anti-shqiptare. Por, pa u pranuar e vërteta e asaj se çfarë ka ndodhur në Kosovë, e ardhmja raporteve serbo-shqiptare të mbetet pezur. S'mund të ketë paqe pa pranimin e të vërtetës dhe fajësisë. Përndryshe, gjërat do të jetë pa parashikuara dhe ardhmja është e pasigurt. Mirë po edhe për serbët dhe shtetin serb, më nuk do të jetë e lehtë, ose më mirë, nuk do të mund kur ta kthejë kohën mbrapa. I kanë shkaktuar gjëra të rënda shqiptarëve, sidomos në Kosovë edhe kështu, që nuk kanë as të drejtë ndërkombëtare, por as morale të kërkojnë diçka për cilën vetë ata janë vajtuar. Ata nuk na trajtuan barabartë, edhe ne do të ruam të zgjedhim rrugën e mbijetesës që kushtoj shumë, për në fund edhe rezultatin. U shliruam dhe formuam shtetin tonë. E nderuara familje Gjellu. Nga të dhënat statistikore që kemi, ju jeni një nga familjet jo vetëm në nivel komunës, por edhe në nivel Kosovës që për nga numri të vrarëve dhe të masakruarve keni kësuar shumë. E kuptoj, është kjo e rëndë. Për gjaku I tyre ishte drita e lirisë që po gëzojmë e po jetojmë. Ne të gjallët sot, sidomos ne që I kemi përjetuar ato ditë vite të meri që nuk mund të harrohen e kur mos e përsërisim. Lavdi të gjithë të rëndëve për lirin. Faleminderit.